Mësojeni fëmijët tuaj tauhidin, njësimin e Allahut, duke u përsëritur këto pyetje. 1. Ku është Allahu? Në qiell, mbi arsh, fronin. 2. Cila është dëshmia nga Kurani se Allahu është mbi arsh? Er-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. I gjithëmëshirshmi është ngritur mbi arsh. 3. Çfarë do të thotë është ngritur, istawa? Është lartësuar dhe ngritur në mënyrë reale, jo figurative. 4. Nga e marrim besimin ton, nga Kurani dhe Suneti. 5. Pse i krijoi Allahu gjinët dhe njerëzit, që ta adhurojnë vetëm atë, pa i bërë ortaka shkënd? 6. Cila është dëshmia nga Kurani për këtë? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit, veç se që të më adhurojnë. 7. Çfarë do të thotë ta adhurojnë? Ta njohin dhe ta njësojnë Allahun, si dhe t'i binden atij. Cili është adhurimi më i madh? Tauhidi, njësimi i Allahut. Cili është mëkati më i madh? Shirku, ti bësh ortak Allahut. Çfarë është tauhidi? Të veçosh Allahun në adhurim. Çfarë është shirku? Të adhurosh dikë tjetër krahas Allahut. Sa lloje ka tauhidi? 3. Cilat janë ato? Tauhidi i zotërimit, rububijes, tauhidi i adhurimit, uluhijes dhe tauhidi i emrave dhe cilësive. Çfarë është tauhidi i zotërimit? Të besosh se Allahu është i vetmi në krijim, furnizim dhe drejtim. Çfarë është tauhidi i adhurimit? Të veçosh Allahun në veprat e adhurimit, si lutja, kurbani dhe sejdja. A ka Allahu emra dhe cilësi? Po, ai ka emra dhe cilësi ashtu siç i ka përshkruar vetë dhe siç e ka përshkruar profeti. Nga i marrim emra dhe cilësitë e Allahut? Nga Kurani dhe Suneti. A janë cilësitë e Allahut si ato të krijesave? Jo, ato nuk janë si cilësitë e krijesave. Cila është dëshmia nga Kurani për këtë? Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Çfarë është Kurani? Kurani është fjala e Allahut. Asgjë nuk është si ai, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. A është Kurani i krijuar apo i zbritur? Është i zbritur dhe është fjala e Allahut në kuptim të vërtet. Çfarë është ringjallja? Jo besimtarët pretendojnë se nuk do të ringjallen. Cila është dëshmia nga Kurani për mohimin e ringjalljes nga jo besimtarët? Jo besimtarët pretendojnë se nuk do të ringjallen. Cila është dëshmia nga Kurani se Allahu do të na ringjall? Kul, pela u e robbi le tub'athunne. Thuaj, po, pasha Zotin tim, ju do të ringjalleni. Çfarë do të thotë fjala Islam? Dorëzim ndaj Allahut me tauhid, bindje ndaj tij dhe largim nga shirku dhe pasuesit e tij. Shpërndaje këtë, sepse shumë njerëz mund të përfitojnë dhe të mësojnë diçka të dobishme.